Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Shikues të dashur, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mirësit, begatit, mëshira e Allahut Azza wa Jall qoftë mbi ju. Takojemi ne sot me një sahabi të ndershëm, me një burr të madh, me një njeri i cili shumë sakrifikoi dhe shumë e deshi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Është nga të përgëzuarit me xhenet dhe është nga ata që mori nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam privilegje të shumta. Fjala është për Az-Zubair ibn al-Awwam al-Qurashi. Zubair ibn al-Awwami, i cili ishte nga fisi Quraysh. Ishte nga fisi i cili ishte fisi më i ndershëm në Mekë. Zubair ibn al-Awwami radhiyallahu an është nga sahabët e hershëm, nga burrat e mëdhaj që e pranuan Islamin qysh herët në fillim të thirrjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj qëndruan besnik në atë që e pranuan, në atë që besuan deri në momentin kur ja dorëzuan shpirtin Allahu subhanahu wa taala dhe siç thot Allahu azza wa jall për të tillët wa ma badalu tabdila. Ata nuk pranun që të ndryshojnë vetëm se ka hemira. Ata ndryshojnë ka hemira, ama jo me ndryshu duke u kthy mbrapa dhe duke u zbraps. Zubair ibn al-Awwami radhiyallahu anhu ka një histori të jetë interesante. Ai është djalë i hallës së Muhamedit alayhi salatu wasallam. Nëna e tij ishte Safia bint Abdul Muttalib, Safia, e cila ishte bia e Abdul Muttalibit. Nëna e tij kishte qenë një gru shumë burrërore, e cila e kishte rritur Zubairin, fëmijën e vet, djalin e saj, e kishte rritur jetim, pa babë, por ish kujdes tejmase për edukimin e tij. Ish kujdes tejmase për përgatitjen e tij për vështirësi. Bile edhe, siç transmetojmë në Asakir dhe të tjerët, njerëzit e qartonin Safijen, i thonin djalin e vetëm do me myt, pse po i bën kaq shumë presion, pse po dëshiron që në çdo fushë më kon më, po them kushtimisht më guximtar edhe kështu më radh. I thoshte se un po përgatis djalin tim që të tjerët mos të kenë mundësi të janë, po them kushtimisht, t'ja lojnë fajin apo të nxojnë ngushtë, më thonë, po kjo është jetim. Edhe u rrit pa babë. E edukante në aspektin e trimërisë, në aspektin e bujarisë, në aspektin e fisnikrisë, në aspektin e drejtësisë, në gjitha aspektet, sa që Zubair ibn al-Awwami ka qenë, radhiyallahu anhu, ka qenë nga njerëzit më të fuqishëm, nga trimat që nuk i trembe syri në asnjë rrethon. Dhe e gjithë kjo, pa pikë dyshime, është si shkak i edukimit dhe sakrificës së nënës së tij Safijës për djalin e vet Zubair ibn al-Awwami radhiyallahu anhu. Zubair ibn al-Awwami ka qenë një njeri i pashëm, i gjatë, i cili kishte një mjekër të shpesh, i cili ishte shumë i fuqishëm fizikisht dhe shumë serioz në qëndrimin e tij. Njëri i cili nuk kish dëshirë që të njëjtën gjë ta përsëris dy herë, sepse mendonte që njerëzit me të parën duhet të marrin vesh. Edhe komunikimi i tyre nuk është mbi bazë të përsëritjes, por mbi bazë të ndëgjimit të fjalës. E ndëgjon një herë, nuk ka nevojë dhe një herë me ta përsërit. Dhe kështu me radhë. Dhe përmendet që ka qenë njeri shumë i fuqishëm. Si në aspektin e karakterit të tij, po gjithashtu edhe në aspektin e fizikut të tij, radhiyallahu anhu wa ardah. U rrit në këtë familje të ndershme në Mekë dhe nga nëna e tij kishte një kujdes të veçantë dhe ajo e edukoi dhe ndikoi në, do të thotë, përsosjen e virtyteve të larta tek biri i saj. Dhe Zubairi u fut në kategorinë e burrave të Mekës ende para se të hynte në të 20-tat e moshës së tij.
për shkak të përgatitjeve të hershme që ato ndikun të përsosit personaliteti e Zubair ibn al-Awwamit radhiyallahu anhu wa arda. Desha Allahu azza wa jall që Muhammedin sallallahu alaihi wasallam të dërgoi në Mekke dhe djelmoshat më të mirë të bohën rrëthi, ta besojnë atë, ta mbështetin atë, ta përkrahin atë, e në mes në tëre tjetë edhe Zubair ibn al-Awwam. Islami Zubair ibn al-Awwamit ishte nga dora dhe thirrja e Abu Bekrit, radhiyallahu an. Abu Bekri, radhiyallahu an, si që kemi përmendur disa herë, i vëzhgante njerëzit që kanë mundësi të kenë një të ardhme të ndritur, të cilët nuk kanë pas në të kaluar edhe tëne shthurje dhe devijime, dhe nuk kanë pas në të kaluar në tëne humbje të drejtësisë dhe humbje të morale dhe kështu me radhë, që ende ishe në një lloj të pastërtisë së natyrshmërisë së tyre. Dhe ato në u afron të Islamin, sepse Islami është fe e natyrshmërisë. Fitrat Allahi leti fatara an-nas alejha. Islami është fe e natyrshmërisë në të cilën Allah azza wa jalla ka kriju njerëzit. Çdo njeri i cili është në natyrshmërinë e tij të pastër, në Islam gjen një prehje dhe gjen një anem dhe gjen një qetësi shpirtërore në parimet e tij. Ndoshta edhe nuk ja din as argumentet, e as nuk ja din se çfarë do të thotë realisht ajo që thret Islami, por e din se diçka natyrshmëria e njeriu të pastër ngreh ka Islami. Abu Bekri radhiyallahu anhu ja paraqiti Islamin Zubairit radhiyallahu anhu. Dhe Zubair ibn al-Awwami pranoi dhe do të thotë në takimin e parë me Abu Bekrin shprehi interesim për të qenë pjesë e thirrjes. Dhe Zubairi si zakonisht e mori dhe e dërgoi tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e që ata kishin lidhje të afërt Zubairi me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse kishin dallim në moshë, por pasi që kishin lidhje të afërt të fisit, Zubairi radhiyallahu anhu më njëherë e pranoi Islamin dhe u bashku me muslimanët të cilët e kishin pranuar Islamin deri në atë kohë. Deri në atë kohë kishin pranuar Islamin një numër shumë modest i njerëzve, sepse Zubairi është nga të parët, me sabiqin e awwalin, nga të parët që e kishin pranuar Islamin. Thuhet që e kishin pranuar Islamin pas Talhes, apo pas Abu Ubejdes, në kohën kur kishte pranuar Islamin Abdurrahman bin Aufit. Do thotë në ditët e para të shpalljes, apo në ditët e para të thirrjes publike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në moshën 20 vjeçare, domethënë afër 20-ave, kishte kur e pranoi Islamin Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu, edhe pse moshë e re relativisht, por pozita e tij në shoqëri nuk ka qenë si pozita e një djaloshi të ri, por ka qenë si një pozitë një burri të pjekur, për shkak të atyre që u përmendën nga virtytet dhe cilësitë që kishte Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu wa ardah. Përkrahas shumicës atyre që kishin pranuar Islamin të ri, e që ishin ballafaqur me familjarët e tyre, ishin ballafaqur me prindërit e tyre, kishin has në vështirësi edhe në shumë raste edhe në bojkotim apo edhe në dhunë dhe kështu me radhë, si shkak i Islamit tonë, Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu e përkrahi nënën e tij, Safia, e përkrahi. Thuhet në transmetime që e përkrahu për shkak se tha, je duke ndjek njeriu më të ndershëm që e njohim, dhe ata të cilët i ki shok në këtë rrugë janë njerëzit më të mirë. Dhe ja përmendi Talhan, dhe përmendi Abu Bekrin, dhe i përmendi të tjerët, sepse ata njiheshin si djelmoshat më të mirë të Mekës. Dhe i tha, nuk ka mundësi ky njeri i mirë dhe rrethit jenë kaq njerëz të mirë e t'ju çoj drejt devijimit, e t'ju thras për në të keqe. Dhe Zubair radhiyallahu anhu nuk hasi nga nëna e tij në vështirësi. Por kur agja i tij, i cili
në një formë, do thot, e kish një përgjegjësi për djalin e vllaut, i cili ka qenë jetim. Axha i tij e mori dhe çartoi Zubairin, dhe Zubairi radhiyallahu anh nga respekti i tij nuk ja kthei Axhës së vet. Axha i tij ishte ai i cili u mundu t'i bëj presion, bile edhe në disa forma ta persekutoi Zubair ibn al-Awamin vetëm si shkak i Islamit. Por Zubairi radhiyallahu anh nuk ju përgjigj dëshirës së tij, edhe pse ai thoshte që mohoje atë që e ki pohu dhe ktheu në pozitën që e ki pas tek në familjen tonë dhe kështu me radhë. Zubairi radhiyallahu anh tregoi që unë nuk dal nga kjo fe, nuk e mohoj atë që e kam besu dhe që e kam pohu, edhe bëni çfarë të dëni ju. Pas kësaj që e dëshmoi Zubairi nga sinqeriteti, besnikëria që ka në fenë e Allahut azza wa jall, i te i kaloi këto sprova dhe kjo korrespondoi me kohën kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju dha leje sahabëve të bëjnë hijrat nëse dëshirojnë në Abisini, dhe Zubairi radhiyallahu anh bëri hijrat në Abisini vetëm që të jetë më i lirë të praktikoj dhe të adhuroj Allahun subhanahu wa taala. Pastaj rikthehet në Mekë dhe qëndron pranë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri në hijrat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke u shtu numri i ndjekësve dhe i besimtarëve, edhe para hijretit në Medinë, para shpërnguljes në Medinë, vetëm ata që ishin në Mekë, Mekkasit i kish vllazëruar me zveti. Dhe kish pas fatin Zubairi që vëlla i tij, ata gjithë ishin vëllezër, sepse ishin besimtar, por në mënyrë më të veçantë me një lidhje më të fuqishme të ketë Abdullah ibn Mas'udin. Zubair ibn al-Awwami të ketë vëlla Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anh, vëllezëri imanore, vëllezëri në Islam, jo nga gjaku, sepse Abdullah ibn Mas'udi ka qenë nga fisi Hudhail, ndërsa Zubairi nga Qurashitët. Asë vend të banimet nuk i kanë pas të njëjta, por i ka bashkuar ata Islami dhe janë vëllazëru për hir të Allahut subhanahu wa taala. Zubairi radhiyallahu anh shquhet me nufkën awwalu man salla sayfahu fil Islam. Njeriu i parë që ngriti shpatën në Islam. Çka është kjo ngjarje? Siç ka rënë disa nga transmetimet, u përhap një lajm se kinse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u rrëmbye dhe nuk po dihet se ku është. E që realisht Mekkasit dëshironin që në çdo formë të fusin dyshime apo zbehje apo përçarje apo frikë dhe kështu me radhë në mesin e besimtarëve, që të dobësohen ata. Dhe u përhap lajmi se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur e pan që Muhamedi alaihi wasallam kish një nevojë të caktuar me tij, e që ish largu nga Mekkaja, nuk është pa, po them kushtimisht një ditë dhe dy, u përhap lajmi se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e morën dhe dikush e ka rrëmby, nuk dihet se ku është. Zubair ibn al-Awwami radhiyallahu anh e nxorri shpatën dhe filloi që të bredh poshtë dhe lart në Mekë në kërkimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për shkak të dashurisë së madhe dhe për shkak të dhëmshurisë që kishte ndaj tij. Dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e takoi dhe i tha: ja Rasulullah, në u friksova se kështu dhe kështu thanë. E që i tregoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që nuk kish diçka të tillë. Atëherë kjo mori në ufkën se i pari që ngriti shpatën, nxjerri shpatën që ta mbëroi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam pas shpalljes, ishte Zubair ibn al-Awwami. Në këtë periudhë ende muslimanët ishin të dobët dhe nuk kërkohej nga ta jo luftimi, po as nuk lejohej vetëm mbrojtja. Ata e kishin vetëm një detyrë, të besojnë, të përqëndrohen
në fenë e Allahut azza wa jall dhe të thrasin të tjerët në Islam. Këtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më së miri e zbatoi që ai veten e tij, por edhe besimtarët që ishin pranë tij, t'i forcoj, t'u ashtoj atë në ende më shumë bindjen në saksinë e kësaj feje, t'u jap atë në premtime dhe t'u largoj çdo dyshim sa i përket kësaj feje dhe ardhmërisë së saj se kjo do të jetë që do të triumfoj dhe të punojnë për përhapjen e saj. E Allahu azza wa jall kujdesej për Muhamedit alayhi sallam dhe për sahabët që u zbriste ajete, sure, ngjarje kuranore, rrëfime të pejgamberëve të ndryshëm që t'i forcoj ata në këtë parim. Kedhalika linuthabbita bihi fuadak. Kështu ne të rrëfejmë ty ngjarje të popujve të mëhershëm dhe të pejgamberëve të mëhershëm që të forcojmë ty në këtë rrugë. Feja dhe parimet e saj të jenë shumë stabile në zemrën tuaj. Dhe gjithashtu Allah tha, kuffu ejdiakum wa aqimus salah. Ndalini durt, nuk ka nevojë për vetëm mbrojtje. Allahu ju mbron juve. Faleni namazin, edukohuni, sepse kjo ka me qenë hapi kyç i triumfit tuaj, i fitores tuaj, jo ballafaqimi. Njeriu duhet të jetë i fortë në parimet e tij, do të jetë i fortë në besimin e tij, do të jetë i fortë në virtytet e moralit që pastaj të filloj thirrjen dhe të pranoj kushtimet e ballafaqim, po të mos pranoj ndryshim, po të mos pranoj zbrapsje, po të mos pranoj heqje të dorës nga parimet e fesë. E këtë proces pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një kujdes të veçantë e udhëheqi në Mekë me shokët e tij, me sahabët e parë që u edukuan me akide, me besim të pastër, u edukuan me sabër, u edukuan me falje, u edukuan me kujtimin e Allahut azza wa jall, u edukuan me përmendjen e shpeshtë të xhenetit dhe të xhehenemit, u edukuan me kujtimin e vazhdueshëm të ditës kur kanë dalë para Allahut azza wa jall, e të gjitha këtu ata i forcuan dhe ishin të bindur në fjalën dhe në premtimin e Allahut azza wa jall dhe gjithashtu të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj kur u kërkuan nga këta të falin namaz, nuk kishin hamendje. U kërkuan nga këta të japin zakat, nuk kishin hamendje. U kërkuan nga këta të braktisin alkoolin, e braktisën më njëherë. U kërkuan nga këta që të luftojnë për ngritjen e fjalës së Allahut azza wa jall, u përgjigjen më njëherë, sepse ata ishin edukuar në një frym të tillë që të thonë sami'na wa ata'na, ndëgjum fjalën e Allahut, ndëgjum thirrjen e Muhamedit alayhi salatu wasallam, wa ata'na, dhe më njëherë ju nënshtruam. Më njëherë ju nënshtruam. Që kjo, do thotë ky edukim të jap frytet në periudhën medinase, ka pas nevojë bukur gjatë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të punoj me ta dhe Kurani të jetë drejt për së drejti udhëzues i tyre, e që pastaj të dalë në pa gjenerata e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që një prej tyre ka pas vlerën e 1000-ve. Siç ka thënë Omeri radhiyallahu anhu për mu këtë person për zënimi duke fol, mu për Zubair ibn al-Awwamin, ka thënë unë e një Zubairin, ajo është bi 1000 rajul, ajo është sa 1000 burra. Edhe në të thot besnikërinë e tij, po edhe në përmbushjen e fjalës së tij, po edhe në ballafaqim dhe në vështirësi, edhe në luftë, edhe në paqe, ai ka vlerën 1000 burrave. Dhe i tillë ka qenë Zubairi radhiyallahu anhu, sepse këta janë edukuar në atë formë dhe në atë frym që t'jen të qëndrueshëm para sfidave, t'jen të fortë para fortunave, të mos lakohen dhe të mos anojnë ka hekota, po t'jen vazhdimisht përqëndruar në fenë Allahu subhanahu wa ta'ala. Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu bëri hijret, pasi që erdhi leja e hijretit për në Medinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj vazhdoi të jetë pranë Muhamedit alayhi salatu wasallam gjatë gjithë periudhës dhe të marrë pjesë në të gjitha ekspeditat dhe të jetë
aktiv në çdo gjë që kish nevojë të ndihmuat për mesaj feja Allahu subhanahu wa ta'ala. Zubair ibn al-Awwami u martua me Asma bint Abi Bakr, me Asman bijen e Abu Bakrit. Do thot Abu Bakri vajzën e tij e kish për Zubairin dhe vajzën tjetër e kish për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Që do thot se Muhammed alaihi wasallam kish bajanak që i themi apo Zubair ibn al-Awwamin radhiyallahu an, siç e kishte edhe Talhan që do thot për të kemi folur. Asma bint Abi Bakr ishte një grua burrore sikurse nëna e Zubairit, e u bë një nënë e tillë dhe për birin e saj Abdullah ibn Zubairin, e që Abdullah ibn Zubairi ka qenë ala minwali e bihi, ka qenë në rrugë të babës së tij, ka qenë burri madh, trimi madh, i devotshëm dhe me gjitha parimet e burrërisë dhe të trimërisë dhe të krenarisë dhe të bujarisë që shquhej me to Zubair ibn al-Awwami radhiyallahu anhu wa arda. Në Medinë, Zubair ibn al-Awwami radhiyallahu anhu qëndronte pranë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por e kishte edhe një dëro se mos po ndodh që diçka i bëhet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë tinzare nga dikush, dhe për këtë shkak Zubair ibn al-Awwami shpesh herë natën e tij apo netët e tij i kalonte duke ruajtur shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bile këtë edhe pa e lajmëruar fare pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dilte nga shtëpia e tij pas kohës natës, pas mesnatës apo, dhe qëndronte duke ruajtur shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe haste që të takojë edhe shok tjerë, sahabë tjerë të cilët kishin dalë nga shtëpia e tyre me këtë qëllim. Dhe njerë për hera pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pa dhe i tha, çfarë po veprani? Tha, ja Rasulullah, na shkoj mendja se ka mundësi dikush ta doni të keqe dhe ne jemi në gjendje lufte me kasit. Mos po e dërgojnë dikon që ka mundësi të dëmtoj ty, e po e rrujmë shtëpinë tonë. Pejgamberi alayhis salam fillimisht ja u aprovoi këtë, dhe pasi që i zbriti fjala Allah azza wa jall, ja ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas, o ti dërguar, kumtoj atë që të ka zbrit nga Zoti yt. Po nëse vënohesh në këtë kumtim, dije që nuk je duke e kry punën siç duhet, e që pejgamberi alayhis salam nuk u vënu fare. Pastaj tha Allahu, wallahu ya'simuka minan nas, Allahu ty të garanton që njerëzit s'kan mundësi të të dëmtojnë. Allahu të mbron ty nga njerëzit. Pejgamberi alayhis salam kur i zbriti ky ajet doli dhe i tha atyre që ishin pranë shtëpisë së tij, shkoni të qetë se Allahu azza wa jalla më garantoi që ai do të më mbrojë, do të më ruaj, askush nuk ka mundësi të më bëjë diçka dëm dhe keq. Dhe u shpërndodhen sahabët që qëndronin pranë shtëpisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për të ruajtur atë. E Zubairi ka qenë nga ata të cilët vullnetarisht qëndronin dhe ruanin shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj filloi periudha e ballafaqimeve dhe betejave, e që Zubairi radhiyallahu anhu kishte marrë pjesë në të gjitha betejat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në shumë prej tyre kishte pas një fat të lumtur që të ketë një veprimtari të madhe edhe të mirë që të arrijë nga pejgamberi alayhis salam disa lloje të lavdatave që specifikohet ai me te. Pas një pauze do të vazhdojmë që të përmendim betejat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe roli i Zubairit në to, dhe pastaj të vazhdojmë të flasim për Zubair ibn al-Awwamin deri në vdekjen e tij. Me kaq po ndahemi që të vazhdojmë prapë. Shikues të dashur, Zubair ibn al-Awwami radhiyallahu anhu mori pjesë në të gjitha betejat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kjo tregon për gatishmërinë e tij në çdo gjendje për të qenë në shërbim të
fesë edhe në shërbim të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në betejën e Bedrit ish Zubeir radhiyallahu anhu njëri nga dy kalorësit, që do të thotë se në betejën e Bedrit muslimanët nuk kanë qenë të përgatitur për një ballafaqim, por ata kishin qëllim tjetër, por Allahu azza wa jall dëshiroi që të shndërrohet udhëtimi tyre në betejë, jo në diçka tjetër, dhe barra kryesore ju ra ansarve, banorëve të Medinës, po gjithashtu edhe kalorësve të cilët u ngarkuan me shumë detyra si shkak i mjetit që bartnin. Miqdad ibn Amri ishte njëri nga kalorësit dhe Zubair ibn al-Awwam ishte kalorësi i dytë. Dhe në atë betejë, në betejën e Bedrit, siç përmend Allahu azza wa jalla në Kur'an në disa vende, zbritën melek që t'jenë krah të besimtarëve. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam në transmetime përmend që melekët zbritën në një formë të caktuar që i ngjasonin njerëzve dhe ishin të vendosur mbi kokat e tyre nga një shall të lidhur. Atë ditë në betejën e Bedrit, një nga sahabët e kishte një shall të lidhur. Ai ishte Zubair ibn al-Awwam, e kishte një shall në ngjyrë të verdhë të lidhur mbi kokën e tij, e që i ngjasonte atyre që i bartnin melekët mbi kokat e tyre, dhe desha Allah azza wa jall që në betejën e Bedrit Zubair radhiyallahu anhu tregoi të thotë shkatësitë e tij dhe aftësitë e tij të luftës dhe të ballafaqimit, dhe të kthehen muslimanët me një triumf, një fitore, që ajo ditë u quajti Yawmul Furqan, dita e ndarjes së vërtetës nga e kota. Në betejën e Uhudit, që ka qenë betejë vështirë dhe ka pasur në momente kritike Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Zubair radhiyallahu anhu ka qenë nga ata të paktit që qëndruan pranë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk u dorëzuan dhe nuk heqën dorë nga mbrojtja dhe sakrifica për ta ruajtur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, saqë trimëria e Zubairit dhe e Talhës kanë qenë ato, po them kushtimisht, trimërit më të mëdha të njerëzve në historinë e njerëzimit sa i përket mbrojtjes së të dashurit të tyre. Dhe kur pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sakrificën e Talhës, pastaj trimërinë e Zubairit, pejgamberi alayhi salatu wasallam për Talhën tha, "Aujaba Talha", ju bo obligim atij xheneti, ndërsa Zubairit i tha, "Fedaitu fidaka abi wa ummi", e flijofsha për ty babën dhe nonën. E që kjo fjalë ka qenë fjalë e njohur në atë kohë, jo është thënë dikujt që ta ka bëni të mirë të madhe, që ti llogarit se e meriton, mi thonë, për ty e flijofsha çdo kanë edhe babën dhe nonën. Sahabët i thonin shpesh pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah", flijofsha për ty babën dhe nonën ja Rasulullah. Për shkak se pejgamberi alayhi salatu ka qenë më i shtrejtë dhe më i çmueshëm te ata se baballar dhe nënat e tyre. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mi thon dikujt, flijofsha për ty babën dhe nënën, kjo ka qenë shumë e rrallë. Apo më mirë tham, kjo ka qenë nga privilegjet e atij për cilën është thonë kjo. E që nuk dihet se pejgamberi alayhi salatu i ka thonë shumë personave diçka të tillë. Ndoshta edhe zoresh më gjet shoqin Zubairit, për të cilën është thonë pejgamberi alayhi salatu, atij ka thonë "Fidaka abi wa ummi", për ty flijofsha babën dhe nonën o Zubair, si shkak i sakrificës, trimërisë që kishte tregu në mbrojtje të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në betejën e Uhudit. Pastaj ai vazhdoi të jetë aktiv në gjitha betejat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, derisa desha Allahu azza wa jalla që pejgamberi alayhi salam edhe në shlirimin e Mekës edhe në beteja të tjera t'jap atij edhe udhëheqësinë e një pjese të ushtrisë, e që të arrijë këtë vlerë dhe këtë privilegj në mbrojtje të fesë Allahut azza wa jall dhe në përpjekjet për hapjes së saj. Zubairi radhiyallahu anhu qëndroi pranë Muhamedit alayhi salatu wasallam gjatë gjithë kohës së tij, deri në momentet kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndroi jetë dhe vdeq, dhe ka qenë nga ata të paktit që
kanë marrë pjesë në këtë procedurat e dhe thot varrimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kështu me radhë. Dhe pastaj në periudhën e Khulafa ar-Rashidinëve të Abu Bakrit, Omerit, Othmanit dhe Aliut radhiyallahu anhu, Zubairi radhiyallahu anhu tjetë nga të parët që i mirët fjala dhe mendimi, konsultohet për çdo gjë dhe do të thotë kanë pas rregulla të veçanta këta që kanë qenë ehli shura, që Omeri radhiyallahu anhu dëshironte që mos të marrë vendim veç se pasi të konsultohet me ta, pasi që t'ja merr mendimet e tyre. Dhe ata në asnjë rrethon nuk e anashkalun çeltërsinë në këshill dhe në dhënie të maksimumit sa i përket qëndrimit dhe dhënies së udhëzimeve të duhura për Khulafa ar-Rashidin. Zubairi radhiyallahu anhu wa arda në kohën e Aliut radhiyallahu anhu dallonte për disa nuansa nga disa politikat Aliut radhiyallahu anhu dhe pastaj këtu qenë shkak që të merr pjesë në një problematik e që ta shfrytëzoj dikush rastin dhe të bëj atentat apo më mirë them të luftoj kundër Zubairit derisa Zubairi radhiyallahu anhu ra shahid, siç e kishte paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vrasjen e tij. Zubairi radhiyallahu anhu shkoi tek Allah azza wa jall si shahid, por një shahid i cili duke qëndruar në sipërfaqen e tokës, duke qenë gjallë ende, kish marrë myshde nga pejgamberi alayhis salam për xhenet. Zubairi ishte nga të përgëzuarit me xhenet. Pejgamberi alayhis salam e kishte përgëzuar atë në më shumë se sa një rast, se është nga banorët e xhenetit. Edhe e kishte përmendur atë në mënyrë të drejtë për drejtë se është nga njerëzit që pejgamberi alayhis salam është i kënaqur me ta. Dhe Zubairi radhiyallahu anhu siç e kishte pranuar Islamin me krenari, shkoi tek Allah azza wa jall i till me krenari dhe nuk pranoi asnjëherë që të bëj kompromis me fenë e tij, të bëj kompromis në fenë e tij. La pas vete dije të dobishme dhe la pas vete fjalë të mëdha dhe la pas vete trashëgimtar të mëdhej. Sa i përket trashëgimtarëve, la Abdullah ibn Zubairin, edhe Urwa ibn Zubairin, edhe Mus'ab ibn Zubair, dhe këta Abdullah, Urwa dhe Mus'ab ibn Zubair, që të tre këta kanë qenë pas periudhës udhëheqësisë së Muawiyes radhiyallahu anhu dhe birit dhe nipit të tij, udhëheqësia është kthyer tek djali i Zubairit, tek Abdullah. Dhe Abdullah ibn Zubairi ka qenë udhëheqës i shtetit islam, khalifi i muslimanëve për 9 vite. Khalifi i muslimanëve për 9 vite. Ka qenë ibadetxhi i madh, agjerues i vazhdueshëm, lexues i Kuranit i pandal. Namazi i tij është përshku se nuk ke pas mundësi të gjesh dikën që fal namaz më bukur se sa ai, po edhe që çon në namazet e tij. Thonin për Abdullah ibn Zubairin, djalin e Zubairit radhiyallahu anhu, thonin se tek ai u mbledh çdo virtyt i mirë i babës së tij dhe i gjyshit të tij. Virtyt e mira të babës së tij, trimëria, bujaria, aspekti i fuqisë dhe strategjisë ushtarake dhe kështu me radhë, dhe u mbledh tek ai butësia, frika dhe të tjera që ishin tek gjyshi i tij, që është për qëllim Ebu Bekri, sepse Abdullah ibn Zubairi ishte nipi i Ebu Bekrit, sepse vajza e tij Esmaja ka qenë nëna e Abdullahut, apo për këtë thonin se namazi i Abdullah ibn Zubairit i ngjasonte Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Trimëria e tij në betejë i ngjasonte Zubairit babës së tij. Gjithashtu edhe Urwa ibn Zubair, gjithashtu edhe Mus'ab ibn Zubair, gjithë ata ishin nga trima të mëdhaj dhe nga njerëzit që kishin pastaj udhëheqësi të mëdha në kohën e vllaut të tyre Abdullah ibn Zubairit radhiyallahu anhu.
por Allah Azza wa Jall deshi që gjithë familja e Zubairit radhiyallahu anh të mos vdesin ndryshe vetëm se si shehet, apo do të thotë gjithë familja e tij, ai është dëvra. Biri i tij është dëvra në çabe namaz. Biri tjetër është dëvra. Biri tjetër është dëvra. Dhe këtë ka thonë edhe Abdullah ibn Zubairi, ka thonë na jetojmë si burra dhe dëshirojmë që të vdesim si burra, nuk vdesim duke e prit vdekjen. Ka thonë kushtimisht, ne vdesim kur dojmë ne. Ka thonë qysh, ka thonë se na him betejë dhe e dim që nuk dalim prej saj. Ndërsa nuk shkojmë në shtrat dhe me prit vdekjen. Kjo është transmetuar nga Abdullah ibn Zubairi radhiyallahu anhu wa ardah. Abdullah ibn Zubairi thashë ka qenë khalife që i bie se loza e Zubairit radhiyallahu anhu ka nxjerrë dhe udhëheqës të drejtë që e kanë udhëheq botën islame për vite të tëra. Nga fjalët dhe këshillat e Zubair ibn al-Awwamit radhiyallahu anhu, e që janë të shumta, po prej tyre përveçoj njërën që është shumë më rëndësi, është fjala që ka thonë men istata'a an yakuna lahu khabi'un min 'amalihi falyaf'al. Khabi'un min 'amalihi as-salih falyaf'al. Kush ka mundësi nga jo që të ketë vepra të mira të fshehta që nuk i din askush, le të ketë. Dëshiran që më na thonë dhe më na mësu që njeriu të mos kufizot veç me veprat e mira publike që i bën. Po le të ketë mes tij dhe Allahut Azza wa Jall vepra sekrete që nuk i din askush. Mundohesh mi fsheh edhe nga bashkëshortja, edhe nga fëmia, edhe nga ai dhe nga ky. Me pas mundësi me fsheh edhe nga vetja ju, të e kishëm fsheh sepse ato e ki veç për hir të Allahut. Nuk dëshiron që askush me të pa, askush me të falenderu, askush me të përmend me atë vepër, por dëshiron që shpërblimin e saj të pëllohet me marrë tek Allahu Azza wa Jall. E kjo është këshill shumë e madhe. Ne e dim se ato që mundohemi me fsheh si njerëz janë tmetat tona. Gjunahet tona dëshirojnë me mshef. Ajo është në rregull dhe duhet jo mi mshef gjunahet, po duhet mu pendu prej tëne edhe mu mundu mos me ra as fshehurazi, as haptazi në gjunahe, po nëse bim, s'paku mos t'i publikujmë. Ndërsa krahas saj duhet të mundohemi që edhe veprat e mira t'i fshehim. Kuptohet jo farzët, sepse ato nuk mshefën, namazin dhe agjerimin Ramazan dhe kështu me radhë. Po me pas një kategori të veprave vullnetare që i kryjmë për hir të Allahut Azza wa Jall, e që mundohemi maksimalisht t'i fshehim ato, të mos i publikojmë vetëm që të mos humbet shpërblimet tëne dhe t'i marrim shpërblimet tëne të plota nesër për Allahut Azza wa Jall, dhe gjithashtu të kemi një vepër që prej fillimit deri në mbarim nuk na u ka paksu në te shpërblimi dhe nuk ka pas në hisën te askush posa Allahu subhanahu wa ta'ala. E kjo këshill le të jetë këshilla për neve që të mundohemi maksimalisht, të përpiqemi që të kemi vepra të fshehta, të mira që i bëjmë, e që padyshim se ato kanë me qenë shkak dhe sebeb dhe faktor të stabilitetit tonë në fe. Faktor që në ndihmojnë me lejnë Allah të zhuel të i kalojmë sprovat dhe sfidat dhe problemet. Tjenë vepra që do të na gjinde nesër natën e varrit, do të na gjinde nesër ditën kur dalim para Allah të zhuel. Shumë për të parëve tonë nga gjeneratat e para të selafus salih, janë mundu që të fshehin vepra dhe nga bashkëshortet e tyre që kanë flajt, po them kushtimisht me një astëk. Pse? Vetëm që ato vepra që paraqesin Allahut Azza wa Jall, në të mos ketë hise syri askujt. Në të mos ketë hise po them kushtimisht duaja askujt. Dëshiroj që vetëm Allahu Azza wa Jall mi pa, vetëm ai më shpërbly, vetëm ai më falenderu siç ka kësaj vepre. Allah Azza wa Jall qoftë i kënaqur dhe është pa pikëdyshimi i kënaqur me Zubairin edhe me veprimtarinë e tij, dhe na mundësoj që edhe ne të përfitojmë nga këshilla e tij
apo edhe këshillat e tij që shumicën e tyre nuk u përmendën, por nga kjo këshill e tij, dhe të jetë jeta e tij, e cila shumë shkurt u përmend, le të jetë për neve si një motivim që të jetojmë krenar dhe me dignitet dhe të vdesim në mënyrë të tillë dhe të mos pranojmë ndryshime edhe të jemi ata që pas besimit nuk pranojnë diçka tjetër. Allahu azza wa jalla dhe mos miri me kaq që përfundoi sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad.